Bashkëshortja e këngëtarit Erik Kloshi, Romina, gjatë një interviste hodhi poshtë zërat për një ndarje me saj dhe banorit të Big Brother VIP 5. Ajo theksoi se mes tyre nuk ka asnjë krizë dhe se vazhdon ta mbështesë plotësisht Erikun në rrugtimin e tij brenda shtëpisë. Ajo zbuloi edhe arsyet pse fillimisht nuk ishte dakord që bashkëshorti i saj të bëjë pjesë e reality show-t. Sipas saj, karakteri emocional dhe temperamenti i fortë i Erikut e bëjnë atë më të ndjeshëm ndaj presionit psikologjik që sjell loja. Eriku ka pak temperament të vështirë, është shumë gjak nxehtë dhe i merr gjërat shumë afër zemrës dhe i përjeton shumë. Kjo ka qenë një nga arsyet që nuk doja që ai të hynte në Big Brother. Loja në Big Brother është një lojë shumë e fortë psikologjike, ku njerëzit luajnë të gjitha kartat e mundshme të familjes, të jetës personale dhe çdo gjë. Është një person që i merr gjërat shumë afër zemrës dhe shumë i drejtë. Nuk është ai agresivi që përpiqen ta përkufizojë në Big Brother, sa bashkëshortja e banorit të Big Brother VIP 5. Romina shtoi me humor se edhe çështjen e divorcit ja kishte përmendur para se ai të hynte në shtëpi, por vetëm në formë presioni dhe shakaje, pasi në realitet ajo qëndron krah tij dhe e mbështet në këtë sfidë të vështirë televizive. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.